Territori i Kosovës për datën 1 gusht 2026 do të karakterizohet nga një mod pjesërisht i paqëndrueshëm. Paraditja do të jetë me kthjellime, ndërsa gjatë pasdites priten zhvillime vramësirash që në disa zona do të shoqërohen me rreshje lokale shiu dhe shkarkesa të izoluara elektrike. Paraditja do të ketë një mod kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me alternime kthjellimesh dhe vramësirash. Temperaturat minimale priten të zbresin deri në 16 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 34 gradë. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi, veri perëndimor me shpejtësi 3 deri në 7 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:20 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 23 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 17 deri në 33 gradë Celsius. Podujev 16 deri në 32 gradë. Skënderaj 17 deri në 33 gradë. Pej 17 deri në 33 gradë. Prishtinë 17 deri në 33 gradë. Gjakov 18 deri në 34 gradë. Malishev 18 deri në 34 gradë. Gjilan 17 deri në 33 gradë. Ferizaj 17 deri në 33 gradë. Kaçanik 16 deri në 32 gradë. Suarek 18 deri në 34 gradë. Prizren 18 deri në 34 gradë Celsius.